thënë të drejtën, ne kemi një Gazetar duhet mbrohen. ne kemi një ta kry punën e tyre. Një kryesues i cili në rrethana të tilla do duhet ta luajë rolin e tij. Qoftë përmes komunikimit me presidenten këtë rast, por edhe të vijë në përfundime, qoftë edhe të distancohet nga një gjuhë Nuk e ka e cila vërtet është gjuhë që personalisht më vjen keq ta dëgjoj dhe publikisht kam thënë dhe sot po them që distancohem nga një gjuhë e tillë, sepse edhe gazetarët e bëjnë punën e tyre, edhe mediat e bëjnë punën e tyre, ndashtë jo çdo herë mund të jenë në krye detyrës, dhe ata janë njerëz siç ka bojmë ne, mund të gabojnë edhe ata. Natyrisht, por gjuha gashi është e papranueshme. Gjuha është shumë lënduese. Dëm i madh për është vërtet për çka që po kemi edhe raporte ndryshme ndërkombëtare për pikërisht për një gjuhë kaq të ashpër në raport me mediat dhe gazetarët. Do duhej kryesuesi të reagonte të ishte neutral, të distancohej, ta dënoj këtë lloj. Absolutisht po. Absolutisht po, ai do duhet. Nuk e ka për pse i kërkoni që ta bëjë edhe publikisht. Por nuk e di nëse tashmë është vonë, por nëse një gjë e tillë përsëritet, unë po i kërkoj publikisht që ai të distancohet nga një gjuhë e tillë, sepse është mënyra se si sillet ai personalisht, por ne jemi antarë, jemi në një tavolinë të përbashkët. Dhe nuk duhet lejojmë që të njolloset tavolina nga një gjuhë toksike, një gjuhë e cila nuk i shërben. Që vën kërcënim atë jetën e gazetarëve. Po në një farë mënyre është shantazhuese dhe kërcënuese që rrezikon ndoshta edhe punën dhe jetën e dikujt.